Pas falërimit të Allahut manduar, falëroj këshillin e bashkësisë në Fushë Kosovë, me vëllain ton kryetarin, Hoxhën Fitim Zoti është përbleft, po padyshim iniciativa dhe ftesa është bërë edhe në koordinim me Hoxhën Muratin, Allah është përbleft, me xhamatin e tij. Hoxha Murat ka aktivitete, ka angazhime që lusallah me shpërblimet mira të tij, me i dhënë zell edhe ma shumë punë të harit e punë të mira. Të ndëruar, jemi në Ramazan dhe padyshim që më së miri që mund të flasim për Ramazanin është të flasim përmes fjalëve të Allahut i cili e ka bërë obligim Ramazanin. Zakonisht na dëgjojmë në ligjërata, dëgjojmë ajetet e agjerimit. Po ajetet e agjerimit të ndëruar vëllezër janë shumë specifike. Dallojnë nga ajetet e dispozitave tjera, nga shumë aspekte. Unë do përmend një aspekt, pastaj më hyj në temën tonë kryesore që e kemi. Të gjitha dispozitat tjera që janë bazat e Islamit trajtohen në shumë sure të Kuranit. Për shembull namazi, zakati, haxhi, trajtohen në surën Bekara, trajtohen në surën Al-Imran, Nisa, me radhë kështu. Çdo sure gati ka nga këto dispozita, nga këto rregulla. Përveç agjerimit. Agjerimi trajtohet vetëm në surën Al-Bekara. Në asnjë vend Kur'an më nuk trajtohet. Në kuptim të dispozitave. Përmend agjëruesit në një vend os-saimin e os-saimat, kur Allah i vlerëson dhe i dallon besimtarët, thot ata që agjerojnë dhe ato që agjerojnë, por kjo s'ka të bëjë me rregulla. Se për këtë rregullave dhe temës agjerimit vetëm në surën Bekara përmendet. Çka është kjo interesante për neve? Është interesant se krejt çka ka dorë Zoti më na thon për agjerimin që të është. Prandaj nuk bën me dal hiç pikë këtu, që tu do të më nejt non stop, që tu më sill me lyp, opet më kthy, opet se diçka ka që domthon gjithë sa kthehemi gjejmë. Për shembull ti e ki rrëfimin për Musain alayhis salam, edhe në surën Bekara, edhe në surën e tjera. Ka thonë dietarët se rrëfimin për Musain, si shembull, kudo që përmendet e ka një dobi të shtuar që nuk është në përmendje e mëhershme. Nëse Kurani nuk i përsërit rrëfimet, nuk ka më përsërit. Po për shembull në këtë sure të kallzon diçka, pastaj ta plotson në surën tjetër. Unë duhet të më shëtit me lyp krejt, Kur'an me lexu për mujt me e kuptu tamam rrëfimin e Musait alayhis salam. Për shembull problemi me iblisin, me shejtanin. Fillon me u përmend surën Bekara. Pastaj merran sure. Ti në surën Nas atje ki punë me shejtanin apo. Min sharri al-waswasil khannas. Do duhet me shëtit krejt me kuptu çka bën e çysh bën kështu më radh. Dërsa për agjerimin, s'kemi me shëtit, që të nalo. Nalo në surën Bekara, në 4-5 ajete. Edhe qatune si i kuptan, qatune se, dhe më honë, i përmblidh, me lejnë Allah e ke marrë mesazhin që është duhet. Andaj janë ajete shumë të pasuna. Ajete të në këtë pasuna, po këtu të agjerimit të në, dhe më e ka një pasurit të ngjeshur. Në krejt margaritarët e agjerimit që të janë, që duhet shumë me meditu për të ajete, me lexu, me dëgju për të e kështë më radhë. Na që sot këna me folë për shembull për të ajete, këna me folë veç për një aspekt. E ka shumë që ka me folë për të opën. Na do të flasim për udhëzimet edukative. Do me thonë, qëto ajete ne edukojnë. E qëfar edukatën e japin ajetet e agjerimit? E këtu ka shumë, unë i kom përgjith disa veç mi përmend në kuptim përgjith shumë. Kur flasim për të ndërum, dëzër dhe motra, për udhëzimet edukative, kur flasim, do më thonë, ne po flasim për diçka që është për tej fjales, për tej njohuris, apo, nga se njëri mas pari mësën, ta një edukohet. Për shumë për para u konë, dhe më thonë procesi arsimor edukativ, u përmen edukata, ta është kjo edukativ,
u hjek, veç procesi arsimor, veç me mësu, a ka edukat, a s'ka edukat, sa më rëndësia të. Do në shkon në shkollë, mësën matematika, ma nuk mësën me edash babën e nonën, fatkeqësisht. Nuk mësën me eduku, nuk edukohet që është duhet. Dhe kena problem me edukatën. Dija duhet me në eduku. E qka është edukata? Fjallën edukat, tonë e këdim, tonë e përdorim, tonë e kuptojmë. Po, qka dhe me thonë, tamam me koni edukum? E qka synojmë na me këtu udhëzime edukative nga ajeta gjërimit? Edukata të ndërrullazër është, do me thonë, një tërsi, disa shprehi, disa veti që i përfitën individi nga njohuri që i din. Do në të din diqka që të njohuri tash jënë dobishme, edhe të ti tash ndërtojnë një vargë shprehish. E ka shprehi që ta. E ka veti që ta e ka. Në diqka bëhet e pandashme për te, diqka bëhet e vazhdushme. Bëhet mënyrë e tjetuarit. Tash me që jënë njohuri, ta organizon jetën, ta ndërton jetën, të banë të ashtime këndryshe. Që kjo është udhëzimi edukativ. Na mundi me folë për shembull edhe për njohurit juridike të ajetit të agjerimit. Flasim për dispozitat. Që kjo farz, që kjo ban, rregullat të agjerusit, smut, udhëtarit, këto njohuri juridike, dispozita juridike, fikut. Mund të flasim për aspektet për shembull shoqërore të agjerimit. Qysh udhëzimet shoqërore. Ne po flasim për aspektet edukative. Do ne po dojmë që to njohuri që po i ndëgjojmë për agjerimin, nga ajeti agjerimit me na eduku. Çka i bëjmë me na eduku? Me ndërtu të na shprehi. Për shembull, dhe ke pa njëri si të qo sabah pin kafe. Ditë për kur sa ujë, pse shprehi e kam. S'moj kësyt mi qelë pa pi kafe, apo. Do në çështë bëhet shprehi. Ka dikush e ka shprehi han kaftjall. Pa kaftjall s'u ndal për shpisat. Dikush sa ja s'moj në hon drek veç. Shprehi, a ke pa njerëz kallën e shprehish. E këtu shprehi unë kont mira, unë kont këqija, s'më më rëndësi, po shprehi e ka. E na po flasim për shprehi që i fitojnë pikujna pi ajetit të agjerimit. Domthon, që ky njeri bëhet çashtu thosh, ja, kjo ka shprehi këto, çështë gjitha kë. Kjo çështë ja bën gjithmonë. E çu duhet me kon na gjithmonë pra. Nga ajetit të agjerimit çka mësojmë? Shumë të ndërruza. Unë do të pranoj disa prej tyre ato. E para është se duhesh me bo shprehi, do më eduku, që sa herë të thirrësh në emër të besimit më përgjigj. Gjithmonë. Për shembull të ndërrozën, me thirrje kush me emën, o Enis, edhe mos më kthyq, o Enis, a është edukat? Ja, është edukat. E pse ta ka qitë baba emrin, që kur ti dikush më përgjigj, për çka ke emrin? Apo a ke për emrin ti? Çat vjen emri kur s'përgjigjesh, çat vjen? Apo atë vjen emri? A ke pa për shembull kur dikush ti në telefon 10 herë, e s'përgjigj, çka thot? Ç'a mona telefon Allah. Do ai telefoni po më përgjigj, ato ç'është? Ato ç'është? Po edhe edhe ti e ke emrin musliman. Edhe Allah ti s'përgjigjesh, ç'a bën këtë emër Allah? Ti këtë emrin e ki kur thirr Allah më përgjigj, për çfarë ki këtë emër musliman? Se boja me musliman, e thirë Allah, mos e përgjegj, që të vynë kjo emën, pra. Kjo emën të vynë me kalëzu se unë e sarë, Allah më thëtë në përgjigjna, për që ta kam këtë emën. Unë e kam që kjo është shprehja jam. Shprehja ka, amë thirë, Allah unë e me njerë përgjigjna. Që kjo është dhe mund udhëzim edukativ. Eduku është që sarë të thirë është në emën të besimin më përgjigjë. Që ta, ja ka njësë ajeta gjithë me qka, ja e juhe ledhine amën, ojë që keni besuar. Për shkak se të ndërlozër, nuk është të më thonë njërë mos habuk. Të mund të thonë njërët, për shambull, sot dhe Allah mos din park më shetit, ani dal nesër. E ka veti me dalë, pëse bol, ata që mësu me jetës, për leme ka mos me dalë. Ama që thët ura shis për dalë, sot dal nesër dhe. Ama me thonë mos habuk, mos pi uj, nuk e letë. Do të ka që më njëmën të mirë me thirë, për me mujtë me thonë mos habukën. Ndë Allah në ka thirë në emën të besimit. Në emën të besimit. Për që të nërëvëzër, na duhet me u eduku për mes ajetve të agjerimit, që si kur i na përgjigj në agjerim,
edhe me u përgjigj, sartë në thëtë Allah në amën të besimit. Në sarë, thëtë, ojo që keni besuar t'in kom, po zët, që është dhe mësu gjithmonë. A me jo me bënua, Allah o për të thirë. Për shamu të nërëzër, kjo e zanë, këne ka thirë, që është? Që kjo e zanë që ju thirë, këne ka thirë? Neve që në konë gjamije, në e në ardhë. Haja në salah, hajlë fërana, që të kemë? Apo? E sa për neve, si rëzash me pas mikrofon. Në aponim, e pse ishte mikrofoni? Pse këtu rrëth këti veni ka shumë asë që thujnë, jo musliman. E tonja, dhe të ju thirë tonëve, hajde pra. Po ju thret imani, po ju thret besimi, përgjegjë. Qështu i ka eduku Allahu Gjelle Ola sahabët, për mes Muhammedit a.s. Edhe i ke pa, si i ka thirë Allahu, me hera në përgjegjë. Edukat, shprehije kanë pasë ta. Që kjo është që e shprehije? Për shamu të ndërru vëzër, kjo bëjnë një shamu pak ma kështë në laksusa. Këmë pas një shak, koleg, dhe mon, a i pe dashnisht për njerëzit, atën, njerë e shikën njëri veç, u ta keke, e ta një kure veç që e në gjë, po më shak e kam, ta shukua kik shak dhe njerë e ke po, shak zbot një me njerë, po edhe që atër e këmë taku, pas, tu e në gjë kusha, mësu e kam shak, shukë ko ditë për ditë, a që shtët, e kam shak, so që i ke shakat, a më shma që i ke shak, s'mur më që i ke shak, sahabë që në përgjigjë, ditë për ditë, ka najtë nën stop gjithë me Kur'an, si i ka dhiru përgjigjë? Që ty në mush me thonë që e kanë shprehimu përgjigjë? Po, ma një që përgjigjët veç në bajram. Veç në bajram. Për bajram, po, veshët mirë, vjenë, falet, po. Që ty në mush me thonë që kjo ka shprehimu përgjigjë, si të thirë Allah, po, jo, kjo përgjigjët për njëherë mjetë. Së në thosh të sartë të thirë Zoti e ka shprehi, e shprehi se ka shprehi. Edhe ai që vjen me gjuma, a mund me ka shprehi mu përgjigje, se ka shprehi mu përgjigje. Ai që vjen 5 vaktet, ai ka shprehi. Që ai ka bo shprehi, ka. A thirë zoni në xhami e kjem. A thirë Allahu le këtë punë e lën, e ka shprehi mu përgjigje, besoj që është e qartë. Andaj këtë shprehi të përgjigjes, sa të thirremi në emër të besimit, duhet më na eduku kush ajeti agjërimit. Se Allah i ka fillu këto ajete me çka? Me besim i ka fillu. O, që keni besuar. Që ta ka unë, Abdullah ibn Mas'ud, si kërë të zërët e kanë spjegu, sërë ta dëgjeni fjallën, o, që keni besuar, mirë, hapni vesht, se Zoti e ka në kërkesë. Ja me kry një obligim, ja mundalu për diçka për dënë. Andaj, duhet me mësu, më përgjigja. Si burrat, si gratë. Allahu Azza wa Jall, kër i thët gratë më mbulu, apo, i thët gratë më mbulu. Me qka i thret? Në emën besimit. Wa kulli l-mu'minati, thuje besimtarëve. Wa nisai l-mu'minin, gravat besimtarëve, me besim e ka lidhë. Judnina alejhine min gjelabibihinne, që ti të shkojnë shamijat mirë, të mbuluan mirë. I ka thirë në emën besim me mbulu. A i për thëtë mbulohu, të vënosh. Ku është përgjigje? Ku është edukata e përgjigjes? Kush për të ratë? Jo dikush e rëndam, Zoti i gjithësis. A dhe mësohu, ku thirë Allahu, po Zot, u përgjigje. Të ndëruar, vëllezër dhe motra, zja ka motra, që po thënë, po. Dhe më thonë, kër i ka thirë Allahu Azza gratë e ensarve dhe muhajgjirë më mbulu, që shënë përgjigjë? Ha? Kanë qenë duke punu nara, se Medina u konë tokë e plashme. Medina ka qenë e zhvilluar kush? Bujqësia. Në Mekë ka qenë zhvilluar kush? Tregtia. Atje kanë bërë biznes, atje gazë kanë punu shumë. Gratë kanë bërë tjera punë. A në Medina po, bujqësia, do është me dalë me një mu burave, se burat kanë qenë edhe në tregti, po ka marrë pjesë në për lufta, gratë ju ndalë kanë edhe kanë punu. Kur ka ajeti hijabit, ato shumë konë që plume si sa dhe Allah në falë. Po, do flok ju ka ndalë, pak një dorë ju ka dokë, që ka është, maksimumi. Edhe s'ka pasë ato tesha, ka 10 parë, s'din kër e ka vesh këto, këmë harru kër këmë vesh, si vereni mu vesh, për shumë teshave që sot i kene, alhamdulillah.
Kam pas pak, ka arë obligimi i hijabit i kanë zonë në arra. Ta shpi arrave, mu këthy deri të shpia, i bjen me kalu rrugën qysh, e zbulume. So përgjigj. E ka thonë, Allah më ka thirë, edhe veç që to metra mi kalu, pa u përgjigj, së është edukat, së është edep, nuk o tërbije me zonë i kështu. I ka thonë thmive, shkon shpe, qarshafin bere. Qarshafin që kanë shtru, që kanë që të bere. Me qarshafin mlu, që kështu, mlu, një shku të një shpe, e të një kanë bo qare, kanë bo teshe, e mlu po, kon asë të hapa si bojmë se Allahu po në thret, e mësë përgjigj, nuk është tërbije, nuk është edukat. Do të mësumi i përgjigj Allahu xhallahu, nuk është pëthirë, kriju si gjithësisë. Andaj e që mas pari duhet me në eduku, ajet agjerimit është të mësojmë që sartë të thirimi në emën besimit, çka bëjmë na? Sami'na wa ata'na. Dëgjuam dhe nështruam. Na s'kem tjetër. Allahu duhet më bind. Nuk guxojmë me kon asë një zëm mbi zonin e fjallës Allahu te bartala. Kjo është edukat, që duhet na më përvetësu. E dyta të nderuam, çfarë është edukata e rrodhës që mësojmë këtu? Edhe kjo është opshe shprehi, veti e ka. E ku më mërtu kështut edukata e rreshtimit. Gjithë din me kënë du të më bo. Gjithë din e. E ka shprehi, gjithë bëhet me qëta. Apo. Ku e marrëm edukatën e rreshtimit? Do më din ku më... Në dunja ka shumë rreshta. Rreshti, ka. Te a din me cilë rreshtë me kënë? Ku du të më rreshtuna? Rreshti ku, i pari ati rreshti është kush? Muhamedi alayhi salam. Çfarë ti arrestovna? S'ka muhabit. Kema kutiba ala alladhina min qablikum. Si është bë obligim edhe aty në para jush. Ata para neve kanë agjëru, ata kanë agjëru namaz tyne që është rresht. Pejgamber kanë agjëru, çdo pejgamber ka agjëru në formën e vet, i fal, e kanë bënë karavan gjatë. Pejgamberi sa ka qenë i fundit i pejgamberve, edhe ai ka shfar agjëru, ka vazhdu karavani. Babë gjysh kënë agjeru, tash, ti ku të shme konë një rështum? Që aty me konë një rështum? Në karavanin e dur të rështimit. Keni pa për shumë të ndërlozën, këta tifozët që janë të flakt për ekip të vetin. Të flaktën për ekip të vetin. Ka njërë bojnë veprime të pajishme, në rahjet e këtojnë papranushme. Sporti është sport, okej, ti musht me pas një preferencë kush me fitu, okej, ki qef, me kalu në dhunë, fyrje, në arrogancë, kjo është e papranushme, absolutisht. Nuk guxon me kalu deri në këtë nivel sporti. Po ka të flakta. Ai që ka një ekip të vetën të preferuar apo. Ai për shembull gjithë e din ku do të mul, kur shkon me qyr futbollin atë. Ku janë tifoz të kësaj pala, po, që atje shkon ai. A shkon ata të tjerë atje, kur? Shkon ai, që atje shkon gjithmonë, se e din ku me shku. E din çfarë majice me vesh, e din çfarë ngjyre me bo, kejt i din ai, pse? E din me kënë është, si të din me kënë është, tani din çka do të me bo atë. A qështu? A bëna një qështu në? A bëna një qështu? Apo? Edhe një të shumë kështu, nëse ki problem me shëndet, ti ku shkon me pinran? Në ambulant, apo? Pse? Pse nevoja të ka rreshtu. Nevoja të ka po më rreshtu ku? Në rreshtin e aty që pjesë në ambulant. Ti nuk shko më rreshtu në furë. A pëtanë, se s'ki në problem me furti. A që shtët? A, mund gabimisht me u kështë e falla ambulant është. Ti mund gabimisht më rreshtu të furra. A që shtët? Po qëllimisht nuk shkon të furra ti. A është që këtë që shtët? Mirë, ti e besimtar. Apo? Edhe rreshtohet për shembull me ju besimtar. Del kësaj të burr, që po liptin aton. S'ki vën atje. Rreshtohet me munafikat, që ato çfarë bëjnë dyftyrët edhe që ashtu bën si ata. O, ti se ki vënin këto apo ti kësaj të ki vënin. Nuk është e pun rreshtim me trup. Me vepra, me anim, me reagim. Ku jeti burr? Me kanë jeti. Ku të pjabën të argatin? Ku të pishërben ti? A pishërben agendave që i bojnë nërë popullit tënë e venit tënë apo armikut? Ku në pjabën bëjnë izmetin ti?
Shumë mirë me vetë. Shumë me vetë kujt për punizmet njerë. Andajte, në vëzër, duhet një me di ku më rështua. Kema kutiba ala ledhin min qablikum. E din besimtari. Përkatësia, unë i përkasë që saj përkasë. Edhe nëse ka për shambull problem, Allah unë arrujtë, së pruva ndodhin. Nëse ka problem familja jote me një familje, ti me konë bosh. Allah më të menu halaj të këqyri, kush, jo, s'ka këqyri, ti edhin saksisht ku ki më rështu. Ti edhin saksisht më kanë ki më bua, edhin saksisht. Apo që kështu të është edhe familja e madhe e muslimanëve, familja e madhe, ti edhin saksisht me konë, du të me konë. S'ka këtu njeri, jam të këqyri të shme, që a ki me këqyri mo? Që me konë rështosh me ata që e ndjekin udhëzimin e Muhamedit alayhi salatu wasallam. E qartë kjo punë. Prandaj të ndërrozë, muslimani nuk duhet me pas hamendje, apo udhëzimin e kujt me njek, mas kujt me shku. E ka qartaj. E ka qartë. Prandaj rreshtimi është shumë rëndësishme, kanë për rreshtosh, mas kujt je, kujt pi shërbenti, sjellja jote për shembull, sjellja jote, gjendja jote. Ai shërben të parit ton Muhammed alayhi salatu wasallam. Ti s'ka që me shërbjes, ai ku shku. Pa i shërben imazhi i tij, ai shërben me dash njerëz, a ku ti shërben? Por nëse na një musliman ka mjekër ose falet, një motër që është mbuluar, apo mirë po sjell ti kanë këqija. Do të thotë bën diçka haram, që ka apo i themi na ti më kanë një vëllai. Më kanë një ti. Jo çështë s'mbosh me neve. Edhe çështë na dëmton, çështë na prish imazhin. Do të më ditë me kanë ti rreshtosh. Kanë njëti. A jemi me udhëzimin e pejgamberit alayhis salam, a jemi me moralin e tij, me sjelljen e tij, me edukatën e tij, me respektin e prindve, apo me respektin e madhvjetrit, a jemi pejgamberit me kanë njëti. Është pyetje e madhe, me kanë njëti. Me çdo sjellje nuk jemi mu. Çta ka thënë pejgamberi shpesh apo? Men ghashana men i ka prandove kush ban kush nuk ban falejse mina nuk është për neve. Për shembull të ndërvozën me mashtru nuk den për feje. Gjunat madh ban edhe në fe, po nuk është vepër që çet për feje. Megjithatë ka pejgamberi falejse mina nuk është për neve. Pse? Si ka jemi kon mas neve kë? Edhe musliman dhe mashtron, si ka jemi kon mas neve kë? Edhe musliman edhe rran. Shkan kjo punë Allah. Nuk ban mur, nuk ban. Andaj të, shpërmen, kom përmen në rrasë të ndryshme, po, është një rrasë që përmenet, e vërtet, është majtë në një kohë, një lloj gare për poezinë më të mirë. Po për poezinë më të mirë. E të arabët, poezia është shumë e kërkuar, është shuar, edhe gjuhën e kam për poezia ta. E o konë komisioni që ka vlerësu njerëzit e që është thot, për herë u i njoni me tesha një poetit njërë. Kura kam pa ata, këtu ka tesha që shot, këta veç, jepja mikrofonin këti edhe knaqë të ngu. Apo? Teshat për mi ka veç teshat e një poeti dvjetër. Ata kanë tuk po dim ja vesh ati teshat ka qasi kalibra. Kura ka nejtë mikrofon, qa me ngu, katastrofë. As poezia, sen, kur gjë? Në lidhje s'kan teshat me gjuhën e tim, lidhje s'kan. E një për i komisionit i ka thonë, që brevir ka thonë, ja vesh i teshat që ki gjuhën, ja bën e guën që ki vesh teshat. Se që të teshat me që gjuhë s'përshkojnë e vlafën. A për kupton që për thënë? Po, bën e gjuhën si fejnë që e ki, bën e sjellën si pejgamberin që e ki, apo bën edukatën si Kur'anin që e ki. Ja se çështë do të më lidhë sanat, më rreshtu që tu me kon, që kjo qëllim më rreshtu me muslimanët, më rreshtu pas pejgamberit alayhi salatu wasalam, me këtë brand. E din me kanjeti. Nuk bëmi përgjasu atyre që nuk besojnë në sjelljet tona, veprimet tona. Ato s'janë të nebet ato. Andaj edukata e rreshtimit, e din ku më rreshtu, e din kujt i përket, e din kujt i takon, e din me kon është. Këto ne edukon kush? Ai të agjërimit. Tënë që ka ne edukojnë?
në edukon ajetet e agjërimit, në edukojnë ajetet e agjërimit që gjithmonë dija me qenë para veprës. Muslimoni ka shprehi domthonë, kur pa dijes vepron. Kur. Gjithmonë, çdo vepër i ka paraprija se vepra kush? Dija është ndosh. Këto e marrim ku në ajetet e agjërimit në dispozita. Allahu ka përmend, nëse jeni smut, nëse jeni në udhtim, nëse jeni kështu don, pse? Tani më agjëru. Veprimi vjen mas njohurive. Veprimi vjen mas dijes. E na, çdo vepër që e bën, duhet me pas një mbështetje ku? Njohuri. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Pyetni ata që dinë për atë që nuk dini, duhet me pyet. S'ka marrë me pyet, pyet. Ama jo mi abu që është të mërmenja ty, që është do këtë ty, po më do këtë, s'ka, në fejnë tonë s'ka po më do këtë, fejnë tonë ja është kështut, ja është ashtut, ama nuk ka po më do këtë, s'ka të, në fejnë tonë nuk ka hamendje, në fejnë tonë nuk ka për shambull, hajtë kush përja qëllën që të fësirë, s'ka kështu, s'ka kështu. Shambull e tash me bo një kvezë të me juve, apo edhe me thonë, hajtë për shambull, fjallën e Allahut wa ala alladhina yutiqun wa ala alladhina yutiqunahu sunë Bekar, ata që kanë mundësi, ha? Më thonë për shembull, hajt kush t'ja qëllon çfarë kuptimi ka? E ka për shembull një umre. Jo këtë mja qëlluar e zguxoj me vetë shtapën. Sa kjo kush pe din? Në kuptim çfarë po ta mërmenja. Jo, ama nëse e din me tefsir, e kom guhogjën atë, po, atëra duhet me ta lë umrën, me të çunë umrën. Se e ke ditë me dije. Ama mon, qëka jo mërmenja juve për shambull, lazën dërun për që të punë? Valla ma mërmenja, ja, kjo bjen me njerë. Ska këtu ma mërmenja, në fejnë tonë s'ka mërmenja. Më ka thonë, e diju një njonin pa më ka pa thonë. Ja, në fejnë tonë s'ka pralla atë. Ka argument, ka thonë Allah, ka thonë pejgamberi, ma pralla s'ka këtu. Kum një njonin që të thejke, kush është ta njoni? Kur se këna mërë që a njoni kush është. Se gjithë që a njoni kish pas një njonin tjetër që a i kish pa thonë këtina, që është të gjithë mund. Jo, Allah. Jo. Na kemë fenë që shka thonë i bëmbareku, se mulena, rijalekum. Na i përmeni burrat, kush ka thonë, Allah. Kush ka thonë, kush aj? A dijet për jardhe ati, a di kush është aj, Allah. Ama se dim emnin, se dim për jardhe, se dim kush. Në YouTube e kum një njonin, e ti ato në YouTube kush aj njoni, ku e din të ja njoni? Hoqën të e pas në gjami, shkën e vetë njoni ati në YouTube. Allah. Nga njerës e sigur, njerës e dur, njerës që i nje, mos me ranash atje dikun. Ku e din të kush aj ato? Ku e din të kush aj? Në ka bua, këtë dykin dhe gju, mërgjimtarë tonë që në diaspor. Ta është ilhamna tash, ju mbo gjamia, ju mbo sane, po për para për shambull, ju ka bua kia, gjuma ka pa, ydhën e hona të, musliman, kur i mrena. Sa që farë gjuma e zinë që, i shpajite, gjamia e tjerëve atë, mështë i pra me amna. Ju njerë ka ndojnë një të gjamia e Ahmedive, ata që i besoj që ka pejgamber mas Muhammed e Sauna, parona, e ata e kanë gjamin. Kërqë jo gjdo hanë yllë është gjami, jo gjdo objekt i këtim ka kible është gjami. Në pas kujtes ku pëjnë me falë gjumon se jetë pa gjumon. Edhe në faqet internetit, edhe në YouTube, kujtes ku pëjnë, kujtes ku pëngan. Bete u gjënë tënë, a banë me ngu që ta kushe që kë nëse veç po ki qef. Ama ki o gjallarë të lemnat njëpë sa dush me emna me mbjem me i deni ke pojnë gjë. Pëti që ta ngaj jo lavë. Ma njerës pa një orë, din kush është, që edhin diku ka mësua, kush ka mësua, kështë më radhë. E na është më rëndësi që me pas djetë shëndosh, djetë sigurt, edukahu, bëne shprehi me ditë pikujt për merë. Edhe bëne shprehi që veprën me ndërtu në dije, ju në hamenësi. A është që kjo edukat e dur? Pa të shumë se po, e kërkuar. A kena problem në këtë edukat? Po. A ka munges të edukatës në marrje dijes? Po. A ka munges të edukatës në veprime që nuk ndërtojnë dije? Po, ka. Pra ne duhet me u eduku që gjithmonë veprave me i parapit dija, e dija me u marrë nga burimet e dura. Që kjo është rruga jonë. Dijen e marrën për burimeve të dura, dhe veprat e ndërtojnë pastaj mbi dijen që kena marrë nga burimet e sigurta të dura. Kaq. Mi po te vëllai ndërum, nuk mundesh mi besu fen gjithkujt Allah. Nuk mundesh. Apo. Ti ke pa ka shishi mashtoj njerëz në për internet.
kom rast, asë se në gjë kush është, apo, më dhim dhe Allah, që i pare njërë, apo. Që pare njërë dhe Allah. Që pare njërë nuk e gjë njërë dhe Allah. Që e pas njërin këtu që një mënë. Që tu keni njërë që një mënë, që së një mënë e atina. Që keni mënë dikuj në internet, asë në gjë, i aqohet dhe pare filonit, apo. Së pa në kështë lasnitë, më ko njëre. Në 2 ditë një problem, dhe një hoqë, kështë ma qëjthat një konsultë Allah është problem, një vajzë. E jona këtu, unë njoftu me një djallë jashtë venit në jafër. Me internet unë njoftu. As din kush është, as babë, as nona, as familje kush është. Me internet qështë. Edhe jënë fiju, i kish pa dole i më zvetë, dhe i kish pa reja. Ish pa konë më zvetë, a ish konë. E ta është do, ta është shmija bo, ta është shmija bo, ta është shmija bo. Po që është njëri a falë trupin e vetë dikujtë, valla, ka që ka laj me internet, valla. Që falë jetën dikujtë që kështë të mërë lapëtën. Që ata ishte me kalon, ka dalë kush aj, dhe me ka zu babës, o vëllaue, mledhën e, hajtë të këshyrim kush është, hajtë shkëm, konderene, hajtë tani bura, ka bolle e bojnë përve, hajtë një pra me lype, ja u jepo me, e dim kush jeni, me kënë buna mi qasi, a që të rani? Ama le, baba zdin, së mërë është baba. Nuk dim baba kush është personi i ëndrave të mija, apo. Tani me të bëhet ëndrave, bëhet ëndrat mërshme, kur që është për gjumit të bërtit që është ato. Nuk ban, kujdes, ndajt me vetë, kush o kjo që ka kjo me pas dhije. Që njëria falë la jetë në vetë, edhe femra, po edhe bu, edhe djali. Djali, e njën në internet në që kur t'i vjen qa me jarë, më zvetë, anë e përmo që, pas kujdes, ndaj nëse këtu zbon me martese, me ndihme, që është buhet feja prapë, që është buhet feja. Që është e beson fejnë dikuja që asë din kush është. Allah alem. A keni po me rrjete sociale, ki mundësi 100 milion martimi i bona. Ta është me kitë inteligent artificiale. Ta bojnë që është dush, Allah. Ta bojnë që po fletë hoxha i Kosovës, a i kush e di kajtë është. Ta bojnë. Dhe kujdes, Allah, kujdes, ruje fejnë tone, se s'ki ma se feja jote. Ruja adhurimin, ruja zemrën, mëse besa gjithë kujtë zemrën. E vetë edhe që dinë për to që nuk dinë. Edukohu, bënë e shprehi që me respektu adresët e duarat e dijes dhe bënë e shprehi që gjithmonë bënë e shprehi që, do më thonë, asë një vepër mos me bo pa dije, pa argument, pa i pytë të gjellartë, mos e ba, mësohu që shtohë. Çështja tjetër të ndërlozur që duhet me marr është edhe nga edukata është Allahu xhallahu në ajet agjërimit flet për Kur'anin në mënyrë të veçantë. Dhe ti e kupton që krejt ajetet e agjërimit realisht sillen rreth Kur'anit. Shumë më tepër se rreth agjërimit. Për shembull, cili është muaji i agjërimit? Ramazani, në Ramazanin. Kur Allahu e prezanton Ramazanin, e prezanton si muaj të agjërimit, a si muaj të Kur'anit? Si muaj të Kur'anit. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaj Ramazanit Allah po. Ti tash po vit. E çao ky muaj Allah po në to ka zbrit Kur'anin. Përgjigje. Fa men shahida minkum ash-shahra, e kush për juve tani është prezant këtë muaj, që është muaj i Kur'anit, le ta xhiron. Agjërimi ka ardhur tani. Ama esenca e ti është Kurani. Qështu të ka pranë Zotin Kurani? Kurani është esenca. Andaj, me që Kurani është boshti, tema kryesore e jetës të agjërimit, edhe edukata ju duhet me kone ndëllit me respektimin dhe madhnimin e Kuranit. Me respektu Kuranin. E Kurani nuk respektu, tu e majtë në kërë, tu e majtë në dolap, jo, duke lezu. Të ndërazët, që për i thëmë një formë të edukazët dhe i Kuranit, një formë. Pa këtë që kuptime, i lutë. Nëse, një hoqë në gjami mësën Kuran, hoqëja Murat, thot, në gjuma, thot, pej të hanës kismet, inshallah, po thëmë, kushtimisht, apo, në gjami në tonë, do të ketë mësim të Kuranit, shkruanjat me hinë Kuran, edhe për burra, edhe për gra. Gratat i mësojnë vetë, burra mësojnë vetë, që është të ka.
Unë e menoj që mos mu përgjigj muslimani i cili nuk di me lexu Kur'an, është mungesë respekti për Kur'anin. A kuptuat? Po t'jap mundësia me lexu Kur'anin origjinal, që është ka zbrit, që është ka kënu pejgamberi alayhis salam. Po të mëson dikush pa parë, fal, xhami, hizmet po të bën. Veç ku dush me gjetë me ardh, as po gjon ku për Kur'an? Për çfarë gjen kuti? Për çfarë gjen kuti? E këna përbon një prek me dovlazni me mësu Kur'an 24 orë. A din që e 24 orë? I në konë 5-6 vllazni, do me ndrimi u ndrejshin, që dishim mësu Kur'an. Edhe këna përbon gjematit qëre që tashtë. Ski qare pa e gjithë një gjysë sati me 24 orë. Se nëse bëshim 10 sa, që kështë e bojnë 3 tha isha ardhë. Apo, e bëshim 3, jënë 3 sondaj, se tash 5 e ka më punë. Sare gjeshim në ku, gjitha e ditë kem punë. E hani që 24 saat për e këna qelë. E tash pëse s'vjen tash? A ne të vëzër, nuk ka arsye. Mësani Kur'an se, vëllaj, shpirtit kënaqet kur lexon fjalën e Allahut azza wa jalla. Po se marrësh, po kiçë marrësh, ka përkthim, po edhe mos e marr veç pse po e lexon, çka ka lexuar pejgamberi, çka ka fol Zoti, çka ka përtet Xhibrili. A paka? Përkthim është përkthim. Përkthimi është fjalë njëri. Aja ka përkthim me kuptime që e ka kuptu. Është përkthimi i fjalës të Allahut azza wa jalla. Fjala e Allahut që ka fol Zoti tamam është që kjo, gjuhën arabe. Me çto shkronja që është. Ata Kur'ana latinisht, shkon në latinisht ato lani. Ja, sa është e Kur'an. Alfabeti arab ka shkronjat posaçme. Para gjuha arabe thuhet është lugatu dad, gjuha e dadit apo e veçantë i ka të shkruar të veçantë apo. Çfarë të shkruar të veçanta që i ka gjuha arabe, si ka alfabeti jon. Si ka. Mësa më bë. A dini sa vjen me mësu Kur'an? 2 javë shkronjat edhe 2 javë trajnim. 1 muaj maksimumi. Wallahi di nga përvojat tona apo që njerëz di gra plaka që i ka mësu 80 vjet u hin Kur'an ato. 80 vjet u hin Kur'an. Ama. Tash 80 vjet mos e paranu. Ama u hin Kur'an. E ti? Që 10 vjet falet, që 50 falet apo so kursi, so i ka apo mëson Allah Kur'an. Respektoj Kur'anin, fjalën e Allahut azza wa jalla. Respektimi fillon nga leximi, që ti fillon tani nga kuptimi, meditimi, ato janë pastaj shkollë. Ma smosh, i privum. Që ka thonë pejgamberi sa ni shkruajnë me lexu, ni shkruajnë 10 sevapa. Ka unë s'po tham alif lam mim, ni shkruajnë alif shkruajnë, lam shkruajnë, mim shkruajnë. Për alif lam mim 30 sevapa. Wallahi vetëm me thonë që mësojnë në gjuhë, që për çdo shkruajnë që e flet ka dha teoriki. Çu është mësuar? S'kish pas gjuhë që është e vështirë atë. S'kish pas gjuhë. Absolutisht. Be me vetë që po shkon mirë, let. Kallaj po shkon. Kallaj sa dhatara. Apo çta kallaj? E kur janë 10 sevape, pse s'bëhet kallaj? Që s'krahasohen 10 sevape me 10 milion euro, se jo me 10 euro. Mësoni Kur'an. Përgjigjeni hoxhallarëve, bashkisë islame, aktiviteteve. Duhet me bo aktivitet që çdo muslimane me ditë me lexu Kur'an. Nëse kjo respekt për fjalët e Allahut azza wa jalla, sot ka mundësit, sot i mundësit. Përpara njerëzve kanë jetuar në për zona të thella, kanë pas të lashën me çdat i gjon që kam mësu Kur'an me lexu. E sot apo don me on xhami mirë. Vallahi s'po bëu xhami, ani ta bëna me zum 10 natës, a mundi më mbledh, po i mësojna me zum, i mësojna. A më mirë shuaj se shojmë. Kur'an do të mësuam. Me mësu Kur'an të mësuam. Është edukat që duhet me pas shprehi respekt në Kur'anit. Ky respekt fillon ndaj kujna. Kur'anit përmes leximit, pastaj përmes edhe kuptimit, leximit në gjuhën që e kupton, me di çka po thotë Zoti azza wa jalla. Me marr pjesë në ligjërata ku komentohet Kur'ani, ku folet për fjalët e Allahut azza wa jalla, është respekt për Kur'an, është edukat. Banë shpreh ku dëgjosh dikun që ka ligjërat, që shpjegohet tefsiri i Kur'anit, çka?
Pas nëse diku një larg, diçka, okay, dëgjoja pastaj. Bëni një lidhje veçantë me fjalët e Allahut te barekutaala. Është edukat që ta mëson kush? Ajet e xhirimit, nga se sillen rreth Kuranit apo. Çështja e të vëzër edhe një përmbyllje po duhet të përmend është shumë domon të çështja e edukatë katër përmendet pastën, do përmend është edukata e mirënjohjes dhe falënderimit. Allahu në fund të jetëve të xhirimit e ka përmend la'allakum tashkurun. Shikoni shpesh herë komenti i jetëve të xhirimit lidhet me la'allakum tattaqun. Që të jeni devotshëm. Xhirimi do të më thonë devotshmëri, po. Mirë, po mas tattaqun, Allahu ka thënë la'allakum tashkurun. Që të jeni falërues. Do na ka treguar Allahu azza xal cila është esenca e devotshmërisë. Esenca e devotshmërisë është të jesh mirënjohës ndaj Allahut azza xal. Ti është edukuar ndaj Allahut në begati që Allahu t'i ka dhënë. Me vlerësu begatit, me shumë begatit. Nëse Allah të ka të mirësi, të ka dhënë begatit shumë ta, po të mungon diçka. A është nga edukata me thonë, valla, kur sytë si qela. Qysh më kur sytë si qela? Që po fletë shumë. E lutë Allahun, po s'mu përgjegjë, valla. Dis, pëllos më heqë. Qështë të ka përgjegjë, Allah? A së të ka dhënë për e lutë heqë? Apo, a kretë që ka i ki ke marrë të e luta? Për shambull, begati që i ki, nëmraj me një ven, këshirë për sa e lutë të që i ki? Për sa? Për shambull, a e ke lutë Allahun gjellë në wala me ta falë zamrën? A e ke lutë? Po jo besë s'ke posë kur me lutë, s'ke ditë, ta ka falë për e lutë, a s'ke ditë be që për të japë? Apo? A pak të ka e më zamrën? Ta ka e mendjen. Shnosht i mëndrisht, po, i shnosht, mentalisht i shnosht. A e ka lutë Allahun që me të japë Allahun mendin e shnosht? Jo, ta ka dhonë. A e ka lutë Allahun me t'i falë sytë? A e ka lutë? Jo se ka lutë, ti ka dhonë. A pa ka? Vesht. Ke që ka t'ka dhonë Allahun gjarë të vërë? Për çka e ka lutë ti për me t'i dhonë? Me e madhe që ka është fejnë që e kena, se kena lutë për këtë fejnë. Ajna e ka dhonë. Apo? Ajna e ka dhonë. Na kemi linë musliman. Në ka e për Allahu fejnë, më të madhë në ka e pa e lutë. Pa dhe të qësh nuk të përgjigje, qësh fletë shumë njërë për Allahu në zërë. Ku është mirë njoja për begatit e mirësi që Allahu t'i ka dhonë. Ndaj, të ndërëzër, kë edukata e mirë njohës ka shumë që ka me thonë, veç për du me përmbyllë më të me zjatë me te, për është se njerëzit në apat me begatit që i kanë, mirësi që i kanë, apo? Kulmi i trajtimit të begative është shfrytëzimi i begative. Për shembull, më allon dikujt që telefon fal. E dije, më bleni telefon, ta kanë bleni dije. Kulmi i domon i trajtimit të kësaj begatie të ajnëri çka është? Çka është? U shfrytëzu telefonin, apo me thirr, me këshirë, që kulmi, mi qëta, ka dhe qka? Po të kërë, e qa mi bo, që ma shumë tina? Jo, ka qa mi bo, që s'ka qa mi bo? Trajtimi begative të ndërnu dhe zërë, kuptami drejt, ju lutëm, se shumë rëndësi që kja dhe, po du me përmbylla. Trajtimi begative fillon nga shfrytëzimi, fillon, e ku përfundon? Të adhurimi. Që kjo begati që Allah ta ka dhonë? Çfarë adhurimi ka qenë? Qa u bo ma mirë në raport me Allahun masë që i ke marrë begati? Qa u ma mirë? A ke përmirësu namazën me xhamat, dhikrin, Kur'anin, largimin nga... Çka ke ndreq? E qa me ndreq? Po a i ta ka dhonë, ta qa ke ndreq ti? Apo? Shkoni të përdishme për shambull. Se dikush të japë hedije një telefon. Në raport me telefonin ti çka bën? E shfrytëzon. Në raport me njërin çka bën? E dën më shumë. A ka ndryshim? A ka? A respekton më shumë? Po. Raport të ndryshme të? Po ndryshën. Kush i ka bërë gjitha këto? Telefoni i ka bërë. Me njërin atë. E mirë kur Allahu xhelle walat në sabah, çan si e dek, gjallë jam, elhamdulillah. S'po dam kërkon. A begati kjo?
Si ki bërë shkërkujt në kuptim me dalë me të vrati kush rahat, je del punën, a begatike, a mirësike po. E tash sot da, danë ma shumë se djenë që ishe punë tash. Sot da je ma i devat shumë se djenë. Ja, Allah djenë ku ndërë si mirë, e dyqysh gjithë ditë në ka mojë, sot në alëshëja. Jo, burë, jo, so punë ndërë, se punë begatije kjo punë. Andaj duhet begatit me të eduku, që gjdo begati me shtu adhurimin, gjdo begati me shtu dashnin. Që kjo është edukata me Allah në Azogjel? Që shtu e mirë njës? Andaj, veç këtë dobi, mene që shumë është dhe më thënë se me seru këtë, edhe tjetë përmbyllje, se është përmbyllje këndshme kjo, inshallah. Të nërëzër, a dini kush të Abu Bekri, radiallahu anhu? A dini kush të Abu Bekri? A ka njëri më të mirë të ndi gjykimit se Abu Bekri mas pejgamberit alisatëm? Ja, s'ka. Abu Bekri është më i miri, më i devotshëm, më i dijshëm. Është Abu Bekri radiallahu ta'ala. Pejgamberi se me ka mësuar dua Abu Bekrit, po çfarë të ka mësuar do? E ka mësuar Abu Bekrit do, me bu do. Kur e ngan dom, to që ka mësuar në gjunaqarit madh, në djalit i ka bëu zino, ka vjedh, në një ka vra, edhe ka mësuar don, që shto burr, që shto ta fal Zoti se që shto të përshëm. Ma ç'kjo dua, Abu Bekri më thon, korrun se kisha parë korr. Rabbi inni dhalemtu nafsi dhulman kathira. O Zot, unë i kom bo vetës padrejësi të madhe. Abu Bekri, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Nuk i fal gjunat kush pas ti. Faghfir li maghfiratan min indik warhamni. Falë që veç ti fal. Mshiram, la ilaha illa Allah. Çka ke bo më Abu Bekri, çka pas ke bo që të dim na? Çka ke bo që tën këtë kërkën falja? E a dini ka kjo hadith, kjo do, ka shumë koment, ka shumë dobi, po në kodët e edukatës tonë të mirë njës, po du një me përën me përmbyll, me kuptu ti qka i bjen me konë dhe allatë mirë njës. Disa djetarë kërë kanë komentu këtë qështje, pse Ebu Bekri është mësu me këtë do, pse e ka mësu këtë do pejgamberi Alehi Sallatu Sallam, pse, kur gjunaz se Abu Bekri në lëshime ka bo, po s'ka bo me gjunaj, po. Tjetë Abu Bekri, po. Ka thonë pejgamberësën për Abu Bekrin, të gjithëve që na kanë nimu, ja u këna kompenzu. Kush më ka nimu, ja ku më këtu i qysh. Kanë përveç Abu Bekrit, këti veç Allahu ja këthen, nasun ja këthejmë. A kuptën ti kush është kënjeri, vëllabë? E që si duaje me bo? Qështu ka bo dua? A dini pse? Ka shumë arsye. Një pej tyne është se a din kënja ka bu shak Allahu Azu Gjera Muhammedin Alehi Sallatu Sallam. Ti e ke shështu në hijret, apo? Ti i badet në sejtë dhe me tankuan në njësë në thush alhamdulillah për këtë punë, apo? A din kënë të këna mundësu ti me pas në gatë, a din kënë e ke pasi. Një paka kjo doa, faghfirli falem, Allah, falem, se s'di me të falërua, s'di me të menju, veç se me kemi mundësu të kompleti me najtë. Begati e madha është kjo dhe nërë, apo? Ta menem që duhet me kërkuj stikfar ku të vranë dikën, dvjedh dikën, jo burë, të tjena, Allah. Begatit, ku janë begatit, ku janë mirësit? Ta ka mësu me ledzu Kur'an, me ngu Kur'an, me konë pasu si pejgamberit, normal e kjo punë, ku është i badeti, ku është ndryshimi? Ditë për ditë qosh, merë fri, brat, lirë shumë del, siguri sa dush, lirin, 3 natës del, blenë pital ka kur s'nale bura, a këta duhet dikujt me alhamdulillah. Eduka me falëru, eduka me këmirë njës, eduka me vlerësu begatit, e Allahut mas pari, pas të edhe robet Allah Gjellewala, kush të ka mësu, kush të ka eduku, kush të ka rrit, kush të ka këqyr, kush të kujdes, ku është falërimi, ku është mirë njohja. Ama për një sajnë të prindi zban me dal, edhe zban me shku, ose një kërkesja plëcan, që kas një për fjallet e një të babës vetë, kujna, në unës vetë. Në mungon edukata mirë njohës, në mungon edukata e vlerësimit negative, mirë njohën dhe njerëzve, që në kam bo mirë, kush në u ka gjetë, do të me thonë faleminderit, kush në u ka gjindë, Zotë i shpërbleft, nëse që kjo është edukata muslimanit.
Ama i njërimi, anë ide, edhe vetë e kësha bo. Kësha bo vetë ti. E kësha bo vetë ti, po. Dikush e peti shdojt me ta bo. Pra e të në vëzër, të parët tanë, ju që kanë falenderu, kush ju ka bo mirë. Vëllaj, këta e në konë zëtnit me këta. Vëllaj, këta e në konë zëtnit me këta. Zëtnit laku të ata u konë. Zëtnit laku në kështë një kravatën tesha. Ja, ata kanë qenë është me tesha, ama kanë qenë zëtnive, elegant kanë qenë, kanë di shmësillë. Zëtnit laku është në sirë, nuk kanë në tesha. Ata kanë falenderu, jo kur i ka bo dikush mirë, se kjo është ditë. Po kur dikujt ata i kanë bo mirë, tu i bo mirë i ka unë falendere që pa ma mundësën me të bo mirë. E kupta këtë nivel të Allah. A për kupta të dhalimin? Ti më bon mirë mu, unë e me tonë falenderit. A është normale kjo punë? Normale kjo punë. Ama unë e me të bo mirë, e tu të bëmi me tonë faleminderit që ma mundësën me të bo mirë. A di kjo, që fa nivel e kjo Allah? Ka në atë mos e vesh të Fudal ibn Iyadi, Rahimullah ka, Fudal ibn Iyadi për një dëvatë shumë apëtan. Një dëvatë shumë. Kur ka dhejkë Fudal ibn Iyadi, a dini që ka unë Abdullah ibn Bariko. Për të më ka qëfar pozite ka pas Fudal ibn Iyadi. Ka unë el-jevme ma tel khauf. Sot u dhejkë frika për i Zotë, që këj njëre ka marrë këtë me veti. Qash i ka pas frika Allah të bare këtara, kur u dhejkë ka unë sot nuk di mua umet frikë për Allah që e morë këj me veti krejtë. Qash ka pas dropi Allah të bare këtara. Respekt e nërtrime për kushtim dhe Allah të azogjen. E kur ka ardhë dikush të e musafir, edhe i ka nëru që është ka ditë mas miri, që ka pas, me nërime mas mire. E kur në që ka, këtë është njeri me emën, me namë, autoritet, që si ka këqyri, ka respektu, i ka në Allah është shpërbleft, një mena ka nëru. Ka në Allah është shpërbleft juve, që e një artë të une, e ke një hongër risku në juve, e malat se vapin falë. A kuptën këtë elegancë, Allah. Që ta buk je pas me hongër dikun, që atë bukën teme ka që Allah në sufër tone, që atë dërë të mongër, e jami është e, së është e jotja. A që shtut? Pse kur të më thirë të ndrejë këtë ti, a me qëtë bukën tona, bukën temë, bukën e kujtë e qëtë ti. A bukën teme qëtë Allah, temën, se që është mu ma ka do Allahu, me hongër në sufër tone. Kur që janë kafshatën kërkujna, harroj këtë punë. A është e caktume që kja jem të gabunë, më ka kapë gjinimi, a që shtut? A që shtut është Allah, që shtut? Rizku është i da, me ka da Allah gjithë kujtë rizku në Allah. S'kimi api ujtë kërkujna, asë kafshatën kërkujna. Me hongër dikush kafshatën dikujna ka qenë koncepti ignorancës. Që atë Allah e ka unë, nahnu në rëzuku më ijakum, mos i mytë një thmit pe frikës nga vardhia, mos bani abort e palidhja, na i furnizojmë, ata dhe juve, na, kafshatët e dame i keni. Andaj ka thonë, e keni hongër kafshatën e juve, e mu më ka me të se vapi. Juve falmesh, Allah, juve. Andaj mëso me falëru, mëso me ku mirë njës, i edukuar me falëru, Allahun mas pari, mbi gjitha, pas të edhe njerëzit. Kush do të ka bonit mirë, ta bonit mirë, Zotit shpërblet, falmirë, Zotit e ujtë, Allah është në të dashtë, mëso me gojën tone, me qenë edukuar, e mirë njës, nga se këtë edukat në mëson agjerimi, kur të dha në fund, la'allakum tashkurun që tini mirë njës. E shumë aspekt tjera të edukimit që Kurani na sjell të ndërlozë, nga se Kurani është libër që ka më na eduku, më na formu, më na përmirësu gjendjen tonë, më na bëu të sjellshëm, të edukuar, elegant, mirënjohës, që duhet tamam një model që na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wassalam. Allahu te baraka na edukoft në frymën e asaj që ja ka zbrit e ja ka mësuar me Muhamedit alayhi salatu wassalam, na bëft Allah shembull të mirë për tjerë, që tjerë në basë të sjelljes tona, dashnisë tonë, respekt mes veti, ta dojnë Allahun e pejgamberin alayhi salatu wasallam. Edhe njëre shumë falënderit. Kisha kënaqësinë me të vërtetë që sot jam mes në ju, unë iva shumë mirë, shumë këndshëm, dhe është Allah që të takojmë gjithmonë në hajën e të mira. Zoti ju pranoj agjërimin, ju rujt Allahu familjet, Allah ju dhash shëndet e bereqet familjet e juaja, e ju dhash Allahu të të mira në dunjë e në ahiret, u pafshëm për hajër për të mira. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman katira.